Kjo është një ditë e rëndësishme për gjithë shqiptarët. Është dita kur me vullnetin e tyre të lirë duhet të vendosin për të ardhmen. Prandaj, mendoj që të gjithë duhet të marrin pjesë masivisht në zgjedhje, të shprehin vullnetin e tyre. Garantojmë që vota e tyre do të jetë e fshehtë, e sigurt dhe patjetërsueshme. Në fakt, tani më dihet që pushteti i votës është ai që bën ndryshimin. Dhe uroj që së bashku me një pjesëmarrje masive të bëjmë dhe ndryshimin e madh. Ndryshimin që pret i gjithë qytetit Durrësit, që pret Shqipëria, që presin familjet tona. Uroj gjithë mirat për ju dhe së bashku me datë 12 të festojmë për ndryshimin e madh në Shqipëri. Si ka qenë ecuria deri tani, si e gjykoni procesin? Ecuria ka pasur një ecuri, do të thoja, me probleme. Kudo në qendrat e votimit kemi pasur pjesëmarrje masive të administratëve, të drejtuesve politik. Në fakt një numër i shtuar i tyre kuptohet. Ne gjatë gjithë periudhës fakt dhe kemi bërë denoncime përkatëse, si edhe në organet ligjë zbatuese për disa drejtues politik, po dhe drejtues institucionesh të cilët kanë intimiduar, kanë presuar mbi punonjësit e me radhë. Por gjithsesi, unë mendoj në të gjitha rastet, unë jam optimist për rezultatin, për ndryshimin, sepse numri masiv pjesëmarrje do të bëjë ndryshimin e pritshëm për të gjithë.